محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qomi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që jemi gjallë dhe jemi në muajin e Ramazanit. Muajin për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kushdo që agjeron me iman edhe me shpresë se Allah subhanahu wa taala ka me falë me pranu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, krejt gjunat që ka bërë deri tash I falën. Men sama Ramadan, kush agjeron Ramazanin imanan wa ihtisaba, me besim, për shkak të imanit, se mos me pas iman nuk agjeron kërkush. Nëse s'është me iman, ajo është dietë. Po kur është me iman, bëhet agjerim. Men sama Ramadan, kush agjeron Ramazanin imanan, me iman, me besim se Allahu ka thonë me agjeru, për këtë agjerojmë. Wa ihtisaba, edhe duke llogarit, duke shpresu se Allahu kur obligon diçka, nëse kryen shpërblen. Nëse nuk ka ndonjë obligim që Allahu subhanahu wa taala e ka vendos, e që kur e kryen robrit nuk I shpërblen, nuk ekziston. Çdo obligim, çdo urdhër që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për robët e tij, kushdo që e kryen atë urdhër ka me marrë shpërblim te Allahu. Dhe çdo ndalesë, çdo haram që ka vendosur Allahu, kushdo që largohet prej tij, ka mu shpërbly te Allahu. Sikur që shpërblehen besimtarët që falin namaz, agjerojnë, e japin zeqat, e shkojnë hax, shpërblehen edhe për shkak që nuk kanë rreth, shpërblehen pse s'kan pi alkool, shpërblehen pse s'kan shku në moralitet, shpërblehen për të gjitha largimet që I kanë bërë prej gjunaheve. Dhe në këtë drejtim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Kiametit tregon se dikush prej njerëzve ka me u habit me shpërblimet që ka me dhënë Allahu, kurse ky nuk ka me ditë që ka punua për gjithë këto shpërblime. Dhe pyet Allahu subhanahu wa taala, pse janë këto shpërblime? Këto shpërblime janë që si ke llogarit që Allahu subhanahu wa taala shpërblen për tu. Se ka llogarit besimtari hiç, o largua prej gjunat, është gjunat, vetë që kaq. Por që e largu ka me të shpërbly Allahu subhanahu wa taala. Por që u largue prej harameve, njeriu shpërblet për shkak se largimi prej harameve është iman, është besim.
kërkush nuk e sheh besimtarin nëse dëshiron me bën ndonjë mëkat. Veç Allahu subhanahu wa taala. Kush e bën mu largue besimtarin prej këtij gjënoh përveç imanin në Allahun subhanahu wa taala? Çështja e besimit, çështja e imanit është çështje shumë e madhe. Një shembull i thjesht, por që në kuptimin e tij është shumë i madh. Prej ibadeteve që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe ibadeti i kryerjes së haxhit, ibadeti i kryerjes së umreve, ibadeti i agjërimit, ibadeti i namazeve të tjera. Kushdo që ka shkuar në haxh ose në umre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç që ka dhënë një urdhër, që kaq, para 1400 vjetëve, kur të arrini në këto pika, mos ecni pa i ndru teshat mi vesh disa tesha tjera. As një ligj nuk ekziston, kërkon. As nuk detyron kërkush. As nuk mbikëqyr kërkush. Vetë besimtari vullnetarisht kur shkon aty, krejt e din që në këtë vend duhet me bë këtë veprim. Kur shkoni në filan vend, bëni këtë veprim. Kur shkoni te gurt, gjuni që kaq, 7, mos gjuni më shumë. Shkoni 3 herë, sillnu kështu. Të gjitha veç ka fol pejgamberi sa, veç ka thonë bëni kështu. S'ka më asnjë detyrim. Secili prej besimtarëve ecë sipas asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pa njerëzit ose se pa njerëzit, e ke ligji ose s'ke ligji, ke dënimi ose s'ke dënimi për njerëz, nuk mërzitet për këtë punë. Kështu ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Te çështja e agjërimit, çonu hanë në syfën këtë ku, mos hani më derisa të vinë ky minut. Edhe pikë që kaq mos ka më shumë. Krejt besimtarët për shkak të imanit të tyre e bojnë me përpikmëri që ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka një ligj në botë që e kanë vendosur njerëzit, dhe ato janë të gjitha të padrejta, që respektohet me iman sikur që respektohen ligjet dhe fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse besimtarët në agjërim në Ramazan ruhen me detaje, mos me shkuat diçka në goja të tyre, në fytyrët të tyre, pa asnjë presion vet. Pse ruhen me detaje, mos me ik namazi, mos me shkue taravia, mos me ndodh kjo, mos me ndodh kjo. Vet prej çështjes së imanit të mbrëmshëm. Men sa në Ramadan, në këtë kuptim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që agjeron në Ramazanin, imana me iman. Çështja është mes neve, mes Allahut personal, secili prej neve edhe u krymo, ne veprojmë vetëm ashtu qysh Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me këtë agjërim dhe sipas rregullave të përcaktuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato i ka përcaktuar sipas vahit, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol nga menja e tij, por gjithçka që ka fol për çështjet e fesë, Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar me fol ashtu. Në fjalën e tij thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga menja vet, por ashtu që i ka dhënë shpallja Allahu subhanahu wa taala. Begatia e radhës në këtë Ramazan ose në Ramazanet në përgjithësi, për të cilën duhet me falendrua Allahu subhanahu wa taala, dhe është një rast i mirë për besimtarët me fituar shpërblim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush i fal namazin e taravive në Ramazan, imanan wa ihtisaba, me iman, tamam, me iman, me besim, wa ihtisaba, dhe duke llogarit se Allahu subhanahu wa taala ka më shpërbly për këtë namaz, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kret gjunohat që i ka bërë përpara, ka më ia fal Allahu. Men qama Ramadan, kush fal namaz taravive në Ramazan, ose namaz natë i përcaktuar sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaba, me iman në namaz. Pastaj sikur e ka përmend Ibn Qayyim, Allahu subhanahu wa taala e pasmëshiru imani namaz, do të thonë përkushtimi sa më i madh. Kushdo që vjen namaz, kushdo që shkon namaz taravive, me shkuar namaz me për ulje. Kur të hin namaz, me qenë i përulur ndaj Allahu subhanahu wa taala, me pas qetësi dhe koncentrim në
zbatimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kryerjen e ibadeteve ndaj Allahut. Kushdo që i fal taravit imanan wa ihtisaba, me besim, me iman dhe duke llogarit në shpërblim, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen të gjitha gjunohet. Në këtë çështje duhet me i kushtue kujdes gjithë secili besimtar namazit të taravive, nga se shumë çështje në Islam llogariten vetëm si tërsi. Ka disa ibadete të cilat mund të ndahen, por shumë prej ibadeteve llogariten si tërsi. Nëse nuk është e tëra, nuk arrihet qëllimi. Për shembull, dita e Ramazanit fillon në syfyr edhe përfundon në iftar. Nëse hahet një 10 minuta para iftarit, nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se lypet me kon tërsi. Nëse shkohet në aspektin e ditëve, nëse i ka agjëruar dikush 27, 28, po 3-4 s'ka mujt me agjëru, nuk llogaritet tërsi, por tërsi llogaritet dita prej syfyrit deri në iftar. Çështja e namazeve. 5 kohët e namazit llogariten tërsi. Kushdo që i ndon 4 e fal, 1 jo, nuk llogaritet që ka fal namaz. 3 i fal, 2 jo, nuk llogaritet që ka fal namaz. Për shkak se namazi ditor është tërsi, nuk janë të ndara, kush e fal sabon se fal drekën, s'ka problem, kush e fal ikindien se fal akşamın s'ka problem, jo, ato janë të tërsi. Nëse s'falen të gjitha, nuk llogaritet te Allahu subhanahu wa taala se personi ka fal namaz. Dhe çështja e haxhit kështu, edhe çështja e zakatit kështu. Nëse dikush prej muslimanëve nxjerr zakatin, por e jep 2.4%, nuk e ka dhënë tërsinë, për shkak se tërsia është ajo që e ka përcaktuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kuptim disa prej dietarëve kanë thonë se namazi taravive është tërsi. Kushdo që dëshiron me bë pjesë te ata të cilët e kanë fal namazin me iman, edhe me shpresë se kam i fal Allah, do të mos më ik as namazi taravive. Nëse jo me xhamat të shtëpia, kryesorja nuk mos më shkuan një natë pa më fal namaz taravive. Dhe namazi taravive të paktën i ka 2 rekate, kurse më shumë të i ka 8 rekate të transmetuara në Sahihun e Imam Muslimi i Buhariut nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur gjatë Ramazanit as pas tina nuk ka fal namaz natë më shumë se sa 8 rekate. Më pak se 2 nuk bën milon. Suneti i përcaktuar është 8. Nëse falen më shumë edhe 20, edhe 30, edhe 50, edhe 100, edhe 200, edhe 300, tamam, nuk ka problem, por suneti me të 8 e rëndësishmja. Në të kujdeset gjithë secili prej neve, mos me shkue një natë sonte s'mi falet taravijat hiç. Ja. Ka mundësi nështë ajo me xhamat, i fal vet, ka mundësi nështë ai fal me dikon të familjes, me rëndësi mos me shkue asnjë prej netve, pa e fal namazet taravive dhe kushdo që e përmbush kët ibadet, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allahu subhanahu wa taala ka mja fal të gjitha gjunoat të cilat i ka bë përpara. Dikush mundet me pyet a hyn edhe gjunat e mëdha, hyn edhe gjunat e vogla, mos detajizon kërkush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush agjeron Ramazanin, krejt gjunat kanë mja fal. Kush fal namaz taravive, krejt gjunat kanë mja fal. Çi kaq? Këtu mjaftohemi ne. Dhe pjesa e tretë ose mundësia e tretë në Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men qam Ramadan, men qam lejletul qadr, kush falet namaz natën e Kadrit, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen krejt gjunat që i ka bërë përpara. Nata e Kadrit është në një prej netëve të 10 të fundit të Ramazanit. Pastaj është në netë të tek, 21, 23 e kështu me radhë, por me pas një siguri, duhet me i kërkuar në të gjitha netët e 10 së fundit të Ramazanit. Në fundin e Ramazanit, në gjitha netet me bo dua e ibadet ma shumë. Dhe kush bën në të gjitha 10-tat, me siguri se e ka gjetë natën e Kadrit. Kush bën lëvizje, ka mundësi e ka qëllu, ka mundësi nuk e ka qëllu. Men qama lejletul qadr, kush falet natën e Kadrit, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, krejt gjunoat përpara që e ka bën i falën.
Nuk ka ndonjë ibadet tjetër mrena të cilit Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë 3 mundësi me u fal njeriu krejt gjunat, krejt çka ke bën. Sa vjet i ki? 70, 60, 50, 40, krejt çka ke bën deri tash. A don me t'i falë Allahu subhanahu wa taala? Nuk ka mundësi më të mirë se sa Ramazani, nuk ekziston. Me 3 ata që bojnë tregti me 3 oferta që janë marramense, janë vështirë me kuptue njeriu që shka ka shumë hapsin, çka do që ke gabua deri tash, Allahu subhanahu wa taala më ta fal nëse agjeron me iman, nëse e fal namazën e travive me iman, edhe nëse e lyp notën e kadrit me iman, krejt këto mrena 30 ditëve, mrena 29 ose 30 ditëve, me i shly gjunat e 30 viteve, ose qatë vite se i ka persone. Dhe kështu kanë kuptuar këtë fe ata të cilët kanë qenë përpara neve. Duke fillu prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dietarëve të gjeneratave të para, kur ka ardhur muaji i Ramazanit, ata shumicën e kohës e kanë kaluar duke bë ibadet. Shumicën e kohës e kanë kaluar duke bë ibadet, edhe pse disa prej dietarëve thonë ata kanë kaluar krejt kohën në Ramazan duke bë ibadet, krejt komplet. Për shkak se çdo gjë në Ramazan e kanë lidh me niyetin e ibadetit. Kur kanë ra me flet, kanë ra me niyetin me pushu e pak, më konë ma i gatshëm mu fal, e më konë ma i gatshëm mu qunë syfër, dhe kjo i llogaritet ibadet. Kur kanë hongër iftare syfër, e kanë bo njet me pas fuqi për me e përballu agjërimin, dhe kjo i llogaritet ibadet. Kur kanë shku me gratë e tyne, me qëllim me urujt prej haramit, ju ka llogarit ibadet. Kur kanë ditën, ka qenë agjërushëm, edhe puna atyre u ka llogarit ibadet. Kanë lexu gjithë shka që kanë bo, e kanë lidh me njetin e ibadetit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt ka thonë, innamal a'malu binniyat, veprat e Allahu subhanahu wa taala shpërblen sipas njetit, sipas qëllimit. Gjeneratat e para kanë kuptuar mirë këtë ofertë dhe këtë shans me fitu të Allahu subhanahu wa taala shpërblim edhe falje, saqë Imam Shafiu e Imam Maliku e dietarët e tjerë i lenin të gjitha aktivitetet e tyre të shkencës islame. Ata kanë qenë dietarë të mëdhaj në shkencat e fikhut, në çështjet e tefsirit, në çështjet e mbledhjes së haditheve, në çështjet e vendosjes sqarimit të rregullave. Kur vinte muaji i Ramazanit, i kanë lënë gjitha punët. Kur që s'kanë bëu hiç, veç Kur'an. Veç Kur'an. Lexim Kur'an, agjërim, namaz. Lexim të Kur'anit, agjërim, namaz. Dhe vlera e Kur'anit, e vlera e punëve të mira në muajin e Ramazanit është më e madhe se sa vlera atyre veprave jashtë këtij muaji, për shkak se Allahu subhanahu wa taala agjëruesit ka thonë i shpërbrej bi ghayri hisab, pa llogari. Një pjesë e komentatorëve kanë thonë kjo pa llogari ka të bëjë me agjërimin, disa tjerë kanë thonë kjo ka të bëjë me agjëruesin. Innema yatawaffa as-sabirun, Allahu i shpërblen agjëruesit, jo vetëm për agjërimin, po krejt çka të bëjnë në Ramazan ibadet, bi ghayri hisab, hiç pa shifër, nuk ka limitin deri çto e ka shpërblimin. Atëre ta lutim Allahu subhanahu wa taala që të na mundsoj me bëj ibadet, për shkak se nuk mundet me bëj ibadet ai që dëshiron, por ibadet mundet me bëj vetëm atij që Allahu subhanahu wa taala ja mundson. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ju nuk kena fuqi as me dëshirue përveç se nëse Allahu subhanahu wa taala dëshiron që ne të dëshirojmë. Ne nuk kena mundësi mu fal nëse Allahu subhanahu wa taala nuk na mundson me u fal. Nuk kemi mundësi me agjëru nëse Allahu nuk na e mundson me agjëru. Ne nuk kemi mundësi me bë asnjë ibadet përveç nëse Allahu subhanahu wa taala na e mundson një gjë të tillë. Atëre e lutni Allahu subhanahu wa taala që na mundsoj me bë ibadet. Pastaj kur ti bëjmë ibadetet, ta lutim Allahu subhanahu wa taala të na jep shpërblimin edhe ta presim ditën e Kiametit atë që Allahu subhanahu wa taala ka premtuar, kurse premtimi i Allahu subhanahu wa taala është i vërtetë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Pjesën e dytë hutbes e shfryzojmë
për 2 lajmërime ose njoftime. Njoftimi I parë me aktivitetet të cilat zhvillohen dhe kanë më zhvilluar këtu në mesxhit, ajo është dersi I tefsirit mas namazit sabat, që ka më filluar për nesër inshallah. Në namaz të drekës çdo ditë kush dëshiron me mësu Kur'an, jam unë vetë personalisht që mirëna me ata që dëshirojnë me mësue dhe kohën e kanë të lirë mas namazit drekës. Gjithashtu mas namazit të ikindijës, çdo ditë kush dëshiron me mësu Kur'an, është prezent Hoxha Ridwan Kryeziu. Kushdo ose kush e ka kohën e përcaktuar mas ikindijës të lirë, në të vjen në atë kohë. Pra, edhe mas dreke ka mësim Kur'ani për ata që e kanë kohën, edhe mas ikindije ka mësim Kur'anit për ata të cilët e kanë kohën. Namazit taravive, gjithashtu edhe jacis ka më falë bashku me mua dhe me Hoxhën Ridwan njëri pjesë tjetri, dhe mas namazit të taravive ose në gjysmë të taravive, në rekatën e 4 gjithmonë e bëjmë një pyetje dhe sqarojmë rreth asaj pyetje në përgjithësi që ka të bëjë me agjërimin. Dhe nëse ka dikush pyetje tjera, mund me vazhdu më tepër se sa një. Çdo të 4 ditë, me lejen e Allah subhanahu wa taala kemi me dal me këshyr kur bëhet koha syfyrit sakt. Për shkak se me këshyr çdo natë është e vështirë pastaj me I marr derset e tefsirit. Çdo të 4 ditë me lejen e Allah dal personalisht e këshyri kur hyn koha saktë e syfyrit. Nëse koha saktë e syfyrit dje ka qenë 5:15, 3 ditë të ardhshme, veç lënë 1-2 minuta më përpara si cilën ditë, në mënyrë që dita e 4 pastaj me ardhë me lajmërimin tjetër. Ose lajmërimi I dytë është një iftar të cilin kemi me organizu inshallah dhe kemi menduar ai iftar më kanë në ditën e 15. Qatë iftar kena me kontribue vetë gjithsesi prej neve, edhe mundësia me kontribue hapet sot. Mas namazit të gjumos, vllau Astriti e qet se gjadën, kushdo me kontribue. Dhe gjatë ditëve deri në gjumon e ardhshme, kushdo me kontribue në gjumon e ardhshme mbyllet. Ky iftar me siguri se ka më kon I hapun dhe krejt çka jeni këtu, krejt jeni thirt, edhe kushdo që e ka dhe dikon që dëshon me marr, ka drejt me marr edhe dikon për shkak se mendojmë se ky iftar ka më kon shumë I madh dhe sado që të jenë njerëzit inshallah nuk është problem. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim